Udhtim i tmerrshëm, i frikshëm në pika të shkurta, që sa qëndronim në familje të kunatës të prindëve të vet, ndjes pasin të dytë, të Nazmi Bucollit dhe nanës të Sadetit, erdhën paramilitarët edhe në mahallë të tyre dhe na dëbuan jashtë, na kërcnun, më na vra me maska, normal nuk i dishim, i ndajtën burrat pi grave, një tmerrim katastrofik, fëmija fillun me qajtë, gjithë tu para se me shku n'bllac. Mandej na largun, nuk e harroj të merrin kur, ka qenë kolon shumë e madhe, ka qenë edhe vjera rahmet pas me neve, edhe shumë njerëz të moshës ma të meqme, ma të moqme, ma si kolon shumë e madhe, si sa më kujtohet na shtinën me ecë edhe gjyshin me na falni normal gramatika s'është ku me ditë sa e cekt, po në mënyrë temën po shprehna, me alltia po çado që kanë qenë, te kont ose najr, disa kanë mujtë edhe mu vra, po ajo ka qenë luftë për mbijetesë që prej mahallës të Bucollit, për shtëpisë të tyre, kur na kanë dërbu paramilitarët dhe na nuk kemi guxof me kthye kokën mrapa, veç na kanë tregu që esni drejt, ju kena bashku turmas për me shku në stacion trenit Prishtinë. Ajo rrugë ka qenë shumë e gjatë, shumë e tmerrshme, për arsye që i ceka, ishe njerëz të udhëzu, njerëz të shty njëri tjetrin, mbijetesë, sakrificë, leçi unë kam qenë me fëmijë 3 vjeç ka qenë Aulona. Djali 19 muajsh, a me baj djalin, a me baj ndonjë pelen, po gjithë, jo veç unë po foli për veten këtë rast. Dhe derisa kemi mbrina te stacioni trenit, ka qenë frikshëm si në filma përpara që kanë qenë për lufta. Kur kemi mbrinë stacion trenit tjetër, kur s'ka me harru, ka qenë po ashtu betejë e veçantë, se stacioni trenit ka qenë i mbushur, nuk mush me konceptu, çdo milimetër m'duket ka qenë me njerëz. Secili të merr në fytyrë, nuk e dishit jam, po don me vrapu me hyn tren, treni ka qenë përplot me njerëz. Do me marrë mendimin me hyp në tren, po do me ndej që NATO kur bombardon në mbrëmje më të përdor këta si strehoj, po mendoj regjimi i Beogradit, i serbëve. Që thojnë këta sofis qojnës në Amerikë, nuk e ke ditë cila është zgjedhja më e mirë, po normal, ki shpresën të Zotit, veç vepron çat afekt, qysh është ma kemi shtypur me hin tren, nuk e din apelen burrin mrapa, apelen vjerën mrapa, apelen fëmijën përpara. Jashtë zakonisht apo kunatën finally hypëm në tren, jo vagon, po jo për haroj bashkë pjesa e trenit që vagonin rregull. Falenderës. Dikun ka 20-30 vjet. Po spekuloj, po ka qenë shumë, njërin mbi tjetrin, fëmijë në dorë, që për me ndajt në tren. Po tash ç'është ajo leçi ti ke mujt me vdek në tren, kujtohet e kam pas një shishe me ujë, normal ja kum jap tjerëve për vetes kum lënë asgjë që na ka mësuar neve tradita me çi tjerë përpara vet.